Valentin, shikojeni, është një vaksin HPV Gardasil për fëmijët. Kur unë kam zirë historinë e HPV-s që thua ti, këta më bën raportim. Çfarë është HPV-ja? Unë kam një 2 net pa gjumë duke studiuar. Dhe studimi bazohet në një pikë. Cilat shtete në botë e kanë HPV me detyrim për fëmijët? Më thua se shtete e kanë. Me të ndë nuk kam informacion. 0 përveç Shqipërisë, botë. Futuni tani ke harta e Europës. Futuni online dhe kërkoni. Cilat shtete në Europë e kanë me detyrim? Vetëm Shqipëri. Mbas edhe Kosova, mbas edhe Maqedonia. Aty u ka shqiptarë, në çuditshme. Koncepti është që kjo vaksin këshillohet ke prindërit që t'japin konsensus që fëmia të vaksinohet me këtë vaksin, këshillohet. Nuk ekziston asnjë vend në Evropë që të pengon nëse se ke bërë vaksin. Çka kanë bërë? I kanë thënë njerëzve që do të vaksinohen vetëm se keni me detyrim. Se Shqipëria do ta ketë me detyrim dhe Gjermania, Italia jo. Ky është pyetja. Ka ndonjë projekt kundër Shqipërisë për Shqipërinë? Ai që folëm. A ka një projekt që gjithë trojet shqiptare? Çuditësisht, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri. Qa vaksina është që bëhet kaq? Okej, ta them unë. Pretendohet pas një bazë shkencore, sepse jemi në vitin 2026 dhe kjo është vaksina e re, që po t'ja bësh fëmijëve, vajzave, kur ato të rritën dhe të marrin infeksione për shkak seksuale, të mos u bëhet kanceri i mitrës.